Tani më kujtua. Për me ujë. Njeriu mund të jetoj pa gjithçka, po jo pa përkëdhelje. Përkëdhel më një ju lutem. Hajde. Gjithçka për përkëdhelje. Gjithçka për përkëdhelje. O, s'ka si Touch. Ka një këngë nga i Daft Punk me gjithë një tjetër që i quan Touch, është titullohet Touch, edhe tregon flet për prekjen. O, prekje, thot. Më bëre të ndjem gjallë, thot. Të kujtoj se jam gjallë. Po nga gjithë të dashurit e mi. Po, vish lumdora se prekje mrapa në koma. Vetëm prekja që më e rëndësishme. Ne kur prekemi, bëhemi njerëz. Madje edhe Zhaku prandaj është kaq i egër. Ka nevojë për përkëdhelje. Po ta përkëdhelje bëhet më ndapsh. Ne vini pak atë këngën Touch. Që ka me egër, unë Ngela duket të Daft Punk edhe... Jo. Tash nga madre mortja të bësh madre jeta, duhet përkëdhelja. Nesa, unë ty Ngela duket përkëdhelur me thonë drejtë. Po po duhet përkëdhelur unë ty tash. Jo, s'kam nevojë unë për përkëdhelje. A shu kujton njeriu i shkret, po e disa nevojë ka. Ja ta provojmë. Hajde, provojmë. Bëjmë vetëm një kalim të vogël të një. Jo, nuk e zbutasi gjoka, të dorëzova. Jo, kjo kalim dhe napulla. Nuk kam qatë i bëj. Më bëj qatë dush kësaj, sikur ka lëshu qeni nga zinxhiri i robi. Do shumë pun. Gjëja e parë që ta përkëdhel duhet ta lidh. Se shumë agresiv. Ajde, më do ta lidhi mirë Zhakun që ta përkëdhel. Ky që se mos na futsin kësaj gjëra. Ama se është prajmi nuk e di ku më futsin ç'a lloj kategoria. me qa do më lidhësh? Që i lidhë se një. Me picet. Po nuk do ta heqësh. Jo, Nuk do ta heqësh. O, Klevisa. O, kisha gjetur një çakmak të zi atje, se kujtova se është i imi, dhe e kam lënë atje. Të kemi çakmak, se e Është e glasurumi, nuk e di kujt është. Kjo grua ka nevojë për exorcizëm. I ka bë magji të zezë. Po e ndajnë nga burri shtrigat, po i prishin familjen. Po unë si gru me këto vujtje që kam kalu, do ta shëroj. Kush e di shëroj është vërtet Gjaku, kush e di bëhet me çudi. Hajde ta provojmë një herë. Kë ke më gjona, komta po durët. Çfarë dush ti më? Shikoni letën se më akuzoni që e ke lidh. Unë po e lidh, po e lidh mirë. Tash ti, ka më t'u lidhën, se ishte shumë agresive, e pak. Kam ledh shumë e shkrejta, shumë. Prit, se la grise licën. Qa, kjo ka nevoj për Freudi i lidh në këto. Freudi. Më falni zonjë, ju vukeni pak nga histeria, s'ju pas ka drejtu mirë burri. Keni marrëdhënie seksuale bashka, po ju ka braktisur. E ka braktisur shkrejtën. Prit se do prit ta mamun ty, s'ka më me letër higjenike. As me picet, nuk ka. Prit të shi. Që ku hane shqelm nga kjo. Na thonë runi nga shqelmi lopës, po hane shqelm Zhaku që ta majnë men. Ja e lidhëm këto. Ka më t'janë lidh, tash i bëu koshjente. Vajz, bëu koshjente. Ashtu të, durët. Mrapa. Ashtu që t'jeni e lirë. Merë një frymthell, t'ju dali gjindi. Merë një frymthell e dashur. Ju që i keni grua që pas keni vujtur shumë. Dukja i gënjen njerëzit, po ju pas keni vujtur shumë, moj grua. Prit drejt trupin. Dal të heqim këto jasticet. Jeni në kollukun e Freudit, ky është kolluk i shenjtë. Kanë kaluar pacient të gjitha niveleve. Qa gra janë shtrirë në këtë kolluk dhe janë shëruar. Po. Tash ishte njoni, se parë se të kërojmë, më kujtu njoni. Ky ishte që çdo gjë ja bonte mamaja. Edhe kishte çu mamaja ke Freudi, ke kolltuku, si puna këtij, e kishe shtri. Ama tha mësoje djalin të bojë ndonjë gjë. I flet 2 orë ai, dhe në fundi thot, zotri thot, unë kam 2 orë që po punoj për juve, thot, që ju të aktivizojni, urdhro, thot, billin, ajo, fatura. Mereni. Dhe ai tha, qoja një pak mamas. 2 orë pun, burri. Qoja pak mamas, edhe do bonte në një gjë nga fillim. Të shofi ma bëjmë do një ndryshim. Në diferencë. Eksorcizmin, hajtë. Pa. Dale.
Këtë e pas kanë lidh me zinxhira, zinxhir ke xhepa, zinxhir mes. Këtë e pas kanë batërdit, një zinxhir tjetër këtu. Kjo është kretë në zinxhir. Se kupton që metalet bëjnë shumë dëm grua. Ti hapim pak. Pas keni një gjoks shumë të bukur, po dhe këte pas keni lidh me një kopës metalike. Kjo femër është mbizotruar nga metali. Kjo është një femër shumë e bukur, ka nevojë për organizëm, jo për metal. T'ja ngri pak zinxhirin? Po. Mos ja bëjmë si ajo gjvesh edhe ti doktor. Doktori nuk gjvishet. Si është? Ja prit, ti bëjmë disa kalime. Energjia, reiki. Piku një gjindë. Merni frymthell, merni. Po ju lëzon fytyra. Mund që prekim pak ballin se u ka rënë pak flok. Ua sa vajzë e bukur. Ua çfarë fati do ishte për një mashkull që di nga vlerat njerëzore. Keni rënë në barbarin gjermane, zonjë. Duhet ta kultivoni pak bavarin. Nuk ka kaluar tranzicionet e Tiranës. Po fillon të buzëqeshe shkreta. Çfarë vitesh të tmerrshme pas ka kaluar kjo grua. Dhe unë budallaqja e paragjykova. Kështu i kam paragjykuar gjithë pacientët e mi. O gjan. O gjan. Pak fres. 2 pika uj. Kujtimet, po i dalin kujtimet, po i zbrazet inkoscienca, kupton? Tani po del gjithë inkoscienca. Shiko si dritet. Gjindi. Shiko si dritet. Po shumë mirë që qanë, se kjo do të thotë që po shkarkohen. Unika se kam frikë tash. Të pa marrë seriozisht. Unë munduat shumë. E ndyllim këtu për sot si seancë e parë, nuk dua që të vuani tepër. Kjo zonjë nuk ka qenë në rregull me marrëdhëniet seksuale. Këto duhet ta fusim. Kjo është baza e gjithë vuajtjes së saj, sepse kjo nuk pranon një seks të rëndom bavarian. Kjo e doj që t'i krifet ego shpirtëror. Ai dung me sopat. Jo, ne duam 100%. Si misishte kjo, se jam doktor dhe që... 100%, me të gjitha vlerat brenda. Jo, kjo e mis nga sipër, sepse... Na falni? Fjala bavariane, siguri ka qenë problemin. Po pse mi, ne jemi duke bo shaka tash, as në estradë nuk na lejni ne tash. Kjo duket që është estradë, se kemi seriozisht. Apo kujtu se Zhaku ne ka zonë vërtet historia këtu, më falni se se them dot atë. Jo, historia e ka kap. Se çfarë duken ty historitë? Nuk janë gjitha historitë e botës së tmerrshme skizofrene? Shumë. Kështu që, dakord. Me qënë se Aga i ka zonë radhën për vete për një vizitë ke unë, se ka problemet tona e kanë zonë konë ka për nesh, son të mbyllim seancën e parë, freudiane, në koltukun e Freudit. Me shërim të plot. Me këtë vajzë Me shërim. fantastike. Billin do e merrni t'ja çoni burrit apo e doni për vete? Billin do ma paguj Zoti. Billin ja pagu ka Zoti, po Zoti s'jep gjogruje, unë punova këtu i orë. Hajt po marr këto 2 puthjet. Për këtë seancë 2 puthjet. Kam ca lek me vete. Nuk ka gjohë se tim ke falë mu fustanin, po më ka falë për parsen e punës. Shif. Ka falë për... 5 lekë. Unë jam robi më i pasur në fermë. Rujeni për seancën e dytë, fut e ke gjepi, rujeni për seancën e dytë, se këtu jemi pa gjofare. Faleminderit shumë, të dashur spektator. Kjo ishte një seancë... Sugjeroj të zonjën të magjistricën këtu, është më e mira që... Unë kam marru për psikoterapi ke Sigmund Freudi, mund të më quni dhe magjistricë, si të doni qujeni. Filxhan e shof nga Artezja Burrit, nuk e kam marru ke Sigmund Freudi, po këto që po themi kemi... Mua më shëroj, mua më ekzorcoj. Duket pak më lehtësuar. Nuk mund me një seancë, po. Ja, është e vërtet. Është e vërtet, Zhaku? Hajde. Jo. Unë vërtet jam Sigmund Freud, po mustaqet nuk i kam akoma dhe mjekras më ka dalë. Më shëroj. Qo vajzën ba, të pas ka submisizuar shumë një të shoqë. E pas ka mësuar më njërë submisive që ullë kokën për... Ullë kokën falë. Jo, unë do të japë dignitetin e plot gradualisht. Nuk do përkureshme. Ngrema kokën. Jo, ka që mbaj në nivelin, sepse edhe ashtu jo bëmë, mbaj në nivelin e qafës aty ku duhet njegra. Ja, ullë edhe pak. Këtu, dhe duke një shumë e këndshme. Faleminderit zonë. Më shëroj. Kështu? Shifemi në egzorcizmin nëmër 2. Do të mbledh pak zinxhirët, ti qoj në banjo,
I kishim shumë të rëmë. Për rësin e ty. Se kemi për zinxhir të tjerë këto zinxhir. Edhe? I qave eksorcizmi. Po.